Shqipëria pret Papa Franceskun, një vizitë historike, por edhe shenjtë për besimtarët e krishterë. Ndërsa Tirana bëhet për një ditë kryeqytet i botës mediatike, autoritetet policore dhe ato shëndetësore publikuan masat e sigurisë dhe të kujdesit shëndetësor për mira shqiptarë, të cilët do të ndjekin nga afër meshën në sheshin Nën Tereza. Në operacionet e sigurisë janë përfshirë 2500 trupa policore, për gjatë bulevardit, dëshmorët e kombit dhe sheshit Nën Tereza do të vendosen 27 pika policore kontrolli, ku qytetarët këshillohen të mos mbajnë veshje të rënda dhe çanta shpine. Tirana do të ketë 2 pika hyrëse për qytetarët që do të ndjekin meshën, hyrjen nga Unaza e Re dhe vend kalimi në kryqëzimin 21 dhjetori dhe hyrjen nga rruga Elbasanit në vend takim në zonën e njohur si Kopshti Zoologjik. Për personat me aftësi të kufizuar do të ketë mjete transporti pranë Fakultetit Histori Filologji. Ndërkohë të gjitha segmentet rrugore do të kenë kufizime dhe bllokime të lëvizjeve të automjeteve, referuar tabelës në ekran. Në hartën që ju shihni janë shënuar pikat ku do të ketë shërbim të urgjencës mjekësore dhe ndihmës së shpejtë. Po ashtu, grupet e vullnetarëve do të asistojnë pelegrinët. Në planin e masave të policisë është përfshirë edhe ndalimi hyrjes në Shqipëri të personave me precedent penal. Lista me persona të padëshiruar është shpërndarë në të gjitha pikat kufitare dhe në ato aeroportuale.